Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku jemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të komentuar ngjarjet edhe dinamikat e fundit. Pasi kam shumë pyetje, pse Gjesti nuk nxori foto me Eglin, përse Gjesti nuk ka festuar me Eglin, përse Gjesti nuk ndan momente me Eglin, përse Gjesti nuk nxjerrën asnjë gjë me Eglin. Tani, do të nisim të komentojmë dal nga dal për të gjitha ngjarjet edhe temat që juve ju tangojnë më shumë. Gjesti që në post Big Brother ka thënë që unë lidhjen time dhe marrëdhënien time me Eglin dua ta mbaj private. Që ishte Egli në Kosovë, ju ishit dëshmitar të gjithë kësaj gjëje. Tani që Egli nuk ja ka bërë like fotografinë në Instagram që Gjesti ka postuar për ditëlindje, mund të jetë forme marketingu të tyre për ta mbajtur publiku në këmbë se çfarë po ndodhet me çiftin, që deri në ditët kur t'i nxjerrin këngët ne të jemi të gjithë sy e vesh tek ata. Dhe në ana tjetër, Gjesti mund të ketë kaluar një periudhë të vogël me Eglin dhe më pas ka ikur me shokët e tij. Egli nuk ndodhet në Kosovë. Sa për informacion, Egli nuk është në Prishtinë, Egli është në Tiranë, edhe atë ditë nuk është se ka qëndruar shumë në Prishtinë Egli, do me thënë ka përfunduar punët e saj që ka patur dhe është kthyer të nesërmen, por që Egli dhe Gjesti nuk kanë postuar një fotografi, është më se normale që është e drejta e tyre, por etike do t'ishte në qoftë se Egli dhe Gjesti do të postonin një fotografi për hir dhe për hatër të gjithë fansave që i duan dhe i mbështesin. Kjo nuk nënkupton që çifti nuk është bashk, çifti nga informacione që ne kemi dhe nga ajo që ne mundohemi të marrim çdo ditë edhe pse është çift shumë i izoluar, do me thënë nuk japin fare informacione, nuk japin fare detaje, publiku mund të lidhet vetëm nga lëvizjet e tyre që i kanë në të njëjtën kohë që të dy. Egli dhe Gjesti janë në një ritëm të mirë të marrëdhënies, janë në një ritëm të bukur të marrëdhënies dhe po shkojnë mirë. Tani, unë nuk e vë kokën në zjarr që ato të dy do t'jenë gjithjetën dhe do të martohen. Por, besoj që e natyrës do t'jetë që duhet të postoj një fotografi të paktën për hir të publikut, këtë kam thënë edhe dje. Në qoftë se Gjesti ka publikuar në Instagramin e tij fotografi me shoqërinë dhe momente që ka festuar ditëlindjen me shokët e tij, kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë që Gjesti nuk ka festuar ditëlindjen edhe me Eglin, që Egli nuk i ka bërë një dhuratë Gjestit, që Egli nuk i ka dhënë një puthje Gjestit. Do me thënë, buzëqeshja e Eglit, pozitiviteti i Eglit, energjia e Eglit lë për të nënkuptuar që marrëdhënia e tyre është në ditë të bukura. Marrëdhënia e tyre është në ditë të mira, po thjesht preferojnë që të jenë në një marrëdhënie pak më të mbyllur. Tani, se sa do ta mbajnë këtë marrëdhënien, unë nuk e di, por të jesh çift publik dhe të mbash marrëdhënie të mbyllur kaq shumë, unë po shoh vetëm tek Egli dhe te Gjesti. Por çuditërisht nuk ka asnjë like në postimet e tyre, nuk ka asnjë ndjekje në postimet e tyre. Çifti, unë uroj me zemër të vazhdon sa më i lumtur në formën që kanë përzgjedhur. Egli nuk është fare aktive në Instagram, duke u bazuar me ish banorët e tjerë të shtëpisë së Big Brotherit, të cilët janë aktiv 24/7, postojnë fotografi të ndryshme, postojnë video të ndryshme, postojnë momente të ndryshme nga përditshmëria e tyre, ndërsa Egli dhe Gjesti kanë përzgjedhur një lëvizje që të jenë më së shumti enigëm. Dhe momentin që janë enigëm, do me thënë krijojnë këtë pikpyetjen tek publiku shqiptar se çfarë po ndodh me to, si është jeta e tyre, si është marrëdhënia e tyre, si shkon situata e tyre, a janë të dy bashk, a janë të ndarë, po nëse janë të ndarë, pse nuk e bëjnë publike këtë ndarjen? Do me thënë e njëjta situatë ishte edhe me Heidi dhe me Romeon, sot e kësaj dite publiku pyet pse është ndarë Heidi dhe Romeo, sepse akoma nuk ka një transparencë. Këtu tani që mos keq kuptohem, unë nuk them që Egli dhe Gjesti janë ndarë në asnjë mënyrë. Egli dhe Gjesti vazhdojnë të jenë bashkë sepse lëvizjet e tyre, të cilat janë të dukshme për publikun,
Do me thënë ndonjëherë nuk ka nevojë të bësh gjë të madhe që publiku të kupton, po të bësh një gjë të vogël që do bjerë në sy, publiku të kupton më njëherë dhe më njëherë të jep atë pullën e gjelbër që ti je në rregull dhe vazhdo, por të lutem bëju çike dhe transparent për ne. Dhe mendoj që ajo që është gabimi në këtë mes, në kuadër të Eglit edhe të Gjestit, gabimi i tyre është që nuk e respektojnë publikun qoftë me një fotografi, të postojnë në rrjetet sociale që edhe publiku të qetësoj apo fansat e tyre të zjarrt të qetësojnë shpirtin dhe ta dëshmojnë që ato të dy vërtet janë shumë të lumtur, se në fund të ditës publiku lufton, ti shikon të bashkuar, qëllimi i publikut është ky. Por Gjesti ka përzgjedhur në këtë drejtim, do me thënë nëse deri dje Blerina e mbështeste me story, me fotot e tij, me këngët e tij, tani gjërat kanë ndryshuar. Blerina tani poson vetëm momentet e saj, siç duket Gjesti dhe Blerinës ja ka ndaluar këtë pjesën edhe i thotë që të lutem shumë, më respekto si vlla dhe më lër që unë të bëj profesionin tim, mos u fut te kjo pjesa sepse dalësh edhe keq te publiku, jam unë ai i cili i menaxhoj të gjitha gjërat. Dhe në këtë rast besoj që të njëjtën gjëja ka kërkuar edhe Egli, që të qëndrojnë pak më të rezervuar. Duke u bazuar në lidhjet e dashurisë së Gjestit të mëhershmet, çuditërisht Gjesti nuk rezulton në asnjë fotografi me asnjë femër, dhe kjo e bën që Gjesti do me thënë të jetë i rezervuar dhe ndoshta e ka këtë qëndrimin e tij që është aq i zoti për të mos e kapur paparazzi në asnjë fotografi. Por sa do ta mbaj Gjesti këtë, sa do t'i qëndroj Gjesti kësaj me këtë famën që ka, kjo është çuditërisht pikpyetje. Do me thënë, u tha dhe u vërtetua që Gjesti dhe Egli kanë qenë në Prishtinë pikërisht një ditë përpara ditëlindjes së tij. Kanë qenë në fotografinë të paktën e kanë shkrepur tek rruga B në Prishtinë, e ka shkrepur Egli fotografinë që e ka nxjerrur në Instagramin e saj dhe më pas do me thënë ka shijuar disa momente në Prishtinë, por shkuarja e Eglit në Prishtinë nuk ishte një shkuarje kot, do me thënë kishte arsye pse ishte në Prishtinë. Njëkohësisht edhe Gjesti, sepse bëri dhe kontratën me një kompani të menaxhimit të drejtave autoriale, por njëkohësisht edhe të menaxhimit të këngëtarëve, do me thënë ka një frym dashurie në këtë mes, por është një frym aq i rezervuar sa që fatkeqësisht të çon të mendosh edhe më të keqen që ne mund ta komentojmë si ndarje. Por nuk do të thotë që në të gjithë 24 orarshin, ditën e djeshme, Gjesti dhe Egli nuk e kanë festuar ditëlindjen së bashku, apo qoftë nuk kanë ndarë një moment së bashku mes njëri tjetrit.